raportin ku i cilëson këta hajdut, e shkuar hajdutit, kthei vazhdon negociatat. Merret vesh edhe këta zyrtarët e BE-s. Si mund të ulesh në një kryez me një hajdut që vjell popullin e tij? Tani, cila është realiteti? E vërteta është, i dashur mik, raporti i Komisionit Jashtëm Parlamentit Evropian. Ai raport ka një histori. Një histori e cila bazohet në qëmtimin, në verifikimin, në vërtetimin e të vërtetave në vend nga një komision faktmbledhës i Parlamentit Evropian që erdhi në Shqipëri me kërkesë të opozitës shqiptare. Unë do të informoj shqiptarët se mund të duket çudi, por një nga vështërsitë serioze tonat në diskutime me miq dhe partner është se kur ne tregojmë ndodhit në Shqipëri, ata na i besojnë, por na thonë se këto duken të pabesueshme. Ne i kishim paraqitur këto në Parlamentin Evropian. Ne i kishim paraqitur këto në të gjitha forumet e organizatave tona. Por, siç e pati ju, Parlamenti Evropian vendosi të sjellë një mision faktmbledhës të përbërë nga deputet të 9 grupeve parlamentare që formojnë këtë parlament. Partia Popullore Europiane solli një mision faktmbledhës të përbërë nga përfaqësuesit e 30 partive politike të qendrës djathtë në Europë.